nuk ka drejtues, nuk ka kryetar, sepse flitet që është ky mbrapa, Sorosi është mbrapa, Sorosi një herë ta serën këtë pikë. Kushdo që mund të ketë interesa kundrejt Ramës mund të quhet se është mbrapa. Pra mund të jetë mbrapa Velia, mund të jetë mbrapa Sorosi, mund të jetë mbrapa Berisha, mund të jetë mbrapa partitë e vogla, mund të jetë mbrapa minatorët, mund të jetë mbrapa aktivistët, mund të jetë mbrapa atyre që ato persona që kanë pasur dëme me shëndetin dhe s'kan gjetur zgjidhje, po mund të jetë mbrapa dhe ato njerëz që kanë mbredhur dyerve të gjykatave dhe sërish janë aty sepse nuk marrin drejtësi dhe përfundojnë pastaj në burokraci totale. Pra kushdo që ka Ramën përballë është mbrapa kësaj gjëje. Po për sa i përket njerëzve që kanë qenë që nga dita parë, pa diskutim është një grup më minimalist që kujdeset për fonin, kujdeset për mikrofonin, kujdeset që çdo gjë të jetë aty ku duhet me aq sa munden, sepse duhet thënë që nuk është nga ato mbledhjet apo organizimet që bën PR i Partisë Socialiste, ku pyetjet bëhen me skenar, regjia vjen nga diku, apo momente të tjera që ato i bën me regjizuarën më të mirë të mundshme. Ajo është një gjë pa regjizur, është vullnetare, është e pa testuar më parë, duhet thënë që është eksperimentale, por ama ka persona që kanë qenë që nga dita parë, ka njerëz që merren me koordinimin sa munden, me nxitjen e kallëzimeve, me nxitjen e dokumentarëve, me përfaqësimin në mediat e huaja, me xhirimin e spoteve, me krijimin e instalacioneve, me krijimin e konferencave që më vonë Sindi do ta thotë një kontribut akademik shumë i vyer. Pra ka persona, siç jemi edhe ne, që çdo ditë mundohemi të bëjmë diçka që ky zjarr i protestës mos të shuhet deri në fitoren kundrejt atij që ne e quajmë neodiktatori që është kryeministri i vendit. Fitore çfarë do thotë Sindi? Pra largimi i Ramës edhe kaq apo çfarë? Cilat janë kërkesat? T'ia serojmë një opinionin publik. Atëherë kërkesa më direkte dhe qartë nga protesta është që kryeministri të jap dorëheqjen. Madje edhe gjithë qeveria që kanë përfshirje dhe kontribut negativ në këtë sistem ku ne ndodhemi sot, pikërisht edhe Gerti e shpjegoi shumë bukur, pse ne jemi aty sot është që kemi një emërues të përbashkët. Pra të gjithë ne jemi të huaj, por të njohur me njëri tjetrin dhe familjar me njëri tjetrin, sepse kemi vuajtje të përbashkëta. Si ata të diasporës që kanë ikur jashtë për shkak të atyre situatave që këtu nuk na kanë dhënë mundësinë që të japim kontributin dhe vazhdon të jetë ende sot, pra gjithaj kapital që ne kemi si financiar, si burime njerëzore, si kapitali dijes, janë të lënë jashtë Shqipërisë dhe nuk japin dot kontribut këtu, sepse mekanizmat që janë në Shqipëri nuk e ofrojnë këtë potencial për ne. Por dhe shqiptarët tu që kanë jetën e përditshme me vuajtje të pafundme, vazhdojnë që të kenë probleme të tilla. Por, pra, kërkesa kryesore është dorëheqja. Por, unë mendoj se kemi një fitore të jashtëzakonshme që tani në këtë moment që flasim, dhe nuk e lidh fare më me numrin se sa janë në shesh, apo bie numri është i lartë. Numri është i lartë, nuk ka rëndësi. Një ditë mund të jetë pak më i ulur, një ditë pak më i lartë, po konstantja është e lartë. Konstante është jashtëzakonisht e lartë dhe fitoria jonë është fakti, sidomos për brezin e ri, që janë ndërgjegjësuar dhe janë përfshirë në mënyrë shumë politika. Madje unë jam surprizuar nga aftësitë e brezit të ri se si po mësojnë nga kjo situatë gjatë gjithë kohës, sepse ne të gjithë ishim shumë të surprizuar me çfarë po ndodh dhe prandaj thash ka një transformim nga një ndjenjë emocionale, po kthehet tashmë në një ndërgjegjësim edhe politik për shqiptarët dhe të rinjtë të përfshirë dhe shumë të informuar, që është shumë... Do vijoni edhe gjatë gushtit, jemi pak ditë nga muaji gusht. Ka në një diskutim për të bërë një lloj pauze për të rikthyer në shtator apo jo? Jo, nuk besoj që do të ketë pauzë. Mendoj që do të vazhdojmë të jemi prezent edhe në forma të ndryshme, me çfarë do lloj kontributi, edhe ata që janë në media sociale, ata që krijojnë nisma, që mobilizohen me njëri tjetrin, krijojnë aleanca qytetare, të gjitha këto do vazhdojnë, mendoj në mënyrë konstante. Gert, çfarë ndodh nëse Rama nuk i jep dorëheqjen? Ai ka thënë që nuk ka një plan të tillë. Unë kisha të ftuar një deputet të Partisë Socialiste dhe tha zgjedhje jashtëzakonshme ose parakohshme nuk janë diskutuar fare te ne. Pa diskutim që Rama nuk e mendon ta japi dorëheqjen. Ai ka krijuar një oktapod miliardë dollarësh. Ajo pjovra e famshme që dikur kemi parë në televizionet italiane, sot është aktuale këtu, me shoqëritë sekrete, me oligarkët, me njerëz që përfitojnë nga buxheti i shtetit, me politikanë që zgjidhen apo deputetë që zgjidhen nga bandat kriminale, se duket bandat kriminale klishe, por realisht janë forca që kanë autoritetin e tyre në zona të caktuara, po edhe në mbar Shqipërinë. Dhe ti kërkosh që ta zhbëj këtë gjë, pa diskutim që është e rëndë dhe ai nuk tërhiqet. Presioni duhet jetë shumë herë më i madh se sa që ja kemi bërë këto 60 ditë. Nga ana tjetër,
që kjo do të shkojë në dërheqje, do të shkojë patjetër dhe në ikjen e Ramës. Edhe pse Ramës i duket sikur ne po e heqim në të njëjtin moment me Berishën, që deri më dia ai Berishën e quante të vjetër, po para protestuesve Rama është shumë herë më i vjetër se sa Berisha. Pra mund të jetë më i ri se Berisha për atë çka ofroi deri më tani, po përpara protestuesve, përpara gjeneratës Z, përpara revolucionit flamingove, Rama është një i vjetër, një i kalbur, një person që nuk ka çofron më përveç propagandës me besë nga një i pa besë, dhe ciklin e ka të mbyllur, që do të thotë kjo luftë 60 ditore ka kaluar në luftë durimi. Dhe në luftë patjetër idesh dhe mekanizmash, që ta heqësh nuk duhet vetëm të shkosh dhe të jesh aty, po kallëzimet e përditshme, kallëzimet që vinë për shumë sektor, denoncime, takime me europarlamentar, ndihma që mund t'japin organizma ndërkombëtar, qoftë ato që mbrojnë gazetarin, qoftë ambasadat, qoftë konsulatat, qoftë partnerët si NATO ose BE-ja apo partnerët amerikan, që në fund ditës kanë interesa gjeopolitike shumë herë më të mëdha se sa një kryeministër që ka rënë prej edhe korrupsionit ndërkombëtar. Si imagjinoni, diskutohet nga senatori amerikan që të hetohet Edi Rama, kryeministri i vendit, për lidhjet që mund të ketë me narkotrafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike si kokaina. Kjo është një ndër situatat më të rënda. Pra është i dyti që diskutohet për të. I pari është Sanchez në Spanjë dhe i dyti është Edi Rama, që të merret në hetim. Sanchez i e ka me Bashortën, pra histori i Bashortit aty. Pa diskutim. Dhe këto janë situata të mase të rënda, po kujt i japin kapital? I japin kapital protestuesve, njerëzve që janë aty dhe e mbrojnë qasjen e tyre që kjo gjë nuk mund të vazhdojë më. Pra ka nisur një luftë durimi. Kam edhe një pyetje që është si tezat, pra janë përpjekur që ditën e sotme të bëjmë bisedë me ato teza që qarkullojnë në rrjetet sociale edhe nga ata që janë kritik. Pra ka marrësi ata që janë pro dhe ata që janë kritik. Unë jam pro, po flas tani edhe për zërin kritik. Berisha fshihet pas protestës, qëndron apo jo? Në ç'aspekt duhem pyetur ato skeptik dhe nëse mund t'i bëjmë një analizë. Nëse i keni hasur dhe ju. Pa diskutim. Unë mund të sjell edhe disa pyetje të tjera skeptike ose dashakeqëse që janë, po mund të jenë edhe nga mungesa e informacionit. Pra Berisha fshihet pas protestës. Le të themi si nisi kjo gjë. Kjo nisi nga ai momenti tërheqjes Zvarr në Zvërnes, që ishte një moment që krijoi një ndinjat të mase të madhe te çdo kush që ishte tërhequr Zvarr në zyrat e shtetit, për një kallëzim, për një padi, për një situatë në universitet, gjithçka. Pra se ne kemi vite, kemi ndërtuar jetën këtu. Unë jam familjar, kam punuar në sektor të ndryshëm, po ju e keni jetuar në dimensionin tuaj, si nga ana tjetër, prej emigrimit, larg familjes, pra secili ka një histori tërheqjeje Zvarr. Dhe në momentin që erdhi ajo gjë atje, shpërtheu. Nga ky moment, gjithçka tjetër ka vazhduar me dy thirrje, Rama në burg, Berisha në burg. Dhe nuk e marrim burgun si sistem penitenciar, se pa diskutim, ne nuk jemi establishmenti Enver Hoxhës dhe kemi ardhur tani këtu të bëjmë drejtësi komuniste. Jo. Drejtësia do bëhet nga organet e drejtësisë. Dhe nëse Rama duhet merret në hetim, ne themi duhet merret në hetim për X padi që janë bërë aty, nuk e themi anabulla, nuk e themi në mënyrë abstrakte. Nga ana tjetër kur themi Berisha në burg, nuk themi që Spaku ndërmarrë jetime siç i ka ndërmarrë dhe ai i ka ca akuza, por burg është djeg